Kapitulli 8. Kur qengji theu vulën e 7, në qiell u bë heshtje për rreth gjysmore. Pastaj pa 7 ëngjëj që qëndronin para Perëndis. Atyre ju dhan 7 trumbeta. Erdhi edhe një ëngjël tjetër dhe qëndroi para altarit duke mbajtur një temjanicë të artë. Ati ju dha shumë temjan, që ta kushtonte bashkë me lutjet e gjithë besimtarëve të krishterë mbi altarin e artë që ndodhet përballë fronit. Nga dora e ëngjëllit u ngjit drejt Perëndis tymi i temjanit bashkë me lutjet e besimtarëve të krishterë. Pastaj ëngjëlli mori temjanicën, e mbushi me zjarr nga altari dhe e hodhi mbi tokë. Atëherë shpërthyen bubullima, zëra, vetëtima dhe tërmete. 7 engjëjt që mbanin 7 trumbetat i bën gati për t'u I ra trumbetës ëngjëlli i parë. Atëherë shpërtheu breshër e zjarr për zjerr me gjak dhe u lëshua mbi tokë. 1/3 e tokës u dogj bashkë me 1/3 e pemëve dhe me gjithë barin e gjelbër. I ra trumpetës ëngjëlli i dytë. Atëherë diçka si shkëmb i madh që digjej zjarr u lëshua në det. 1/3 e detit u bë gjak, 1/3 e gjallësave të detit ngordhi dhe 1/3 e anijeve u shkatërrua. I ra trumpetës ëngjëlli i tretë. Atëherë një yll i madh që digjej si pishtar ra nga qielli mbi 1/3 e lumenjve dhe mbi burimet e ujrave. Emri i yllit ishte Pelin. 1/3 e ujrave u bë e hidhur si pelini dhe shumë njerëz vdiqën nga ujrat e hidhur. I ra trumpetës ëngjëlli i katërt. Atëherë u godit 1/3 e diellit, 1/3 e hanës dhe 1/3 e yjeve, që të erësoj 1/3 e tyre. Kështu dita humbi 1/3 e ndriçimit, po ashtu edhe nata. Pastaj pash dhe dëgjova një shqiponjë që fluturonte në mes të qiellit, duke thirrur me zë të lartë. Mirë, banorët e tokës, kur të dëgjojnë tingullin e trumpetave të tjera, të cilave do t'ju bien 3 ëngjëjt.